Këtë të shtunë ka vijuar protesta për të ndaluar ndërtimet në Zvërnec, një ngjarje që po mundohet të mbulohet nga të gjitha anët. Në një vend normal të Bashkimit Evropian, kjo ngjarje do të ishte e parë në çdo nisje edicioni, edhe jo zhvillimet në kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike, që prej më shumë se 2 dekadash mban monopolin e opozitës si kapital përfitimi. Fillimisht ka rënë në sy prezenca një grupi me maska të zeza që janë parë pra ndërtimeve. Nuk ka asnjë informacion zyrtar mbi këta persona dhe çfarë përfaqësojnë. Në dijenin e redaksia Pikal, asnjë prej tyre nuk është punonjës si ndonjë policie private, siç thuhet në disa media në rrjet. Një polici private e ka të ndaluar me ligj të përdorë gjuhën e shantazhit kundrejt çdo kërcënimi me të cilin përballet në raport me atë që ruan. Protesta ka nisur nga banor, aktivist, gazetarë dhe disa përfaqësues të lëvizjes bashk. Rezistenca protestuesve me sa duket bëri që maskave të zeza të shefshet Kastratit të humbiste durimi. Pamjet fillimisht u shpërndan në rrjet mbi një qytetar që tërhiqej zvarr dhe policët që ishin aty pranë nuk bënin asgjë për ta ndaluar. Pyetja është se çfarë përgjigje ka drejtori i ri i policisë së shtetit lidhur me rastin i cili nuk nguron të jeti shpejt në ndërhyrje për të kapur molotovët dhe shpërndarësit me 2 gram drogë rrugëve. Po këtu ku është policia e shtetit? Çfarë po ndodh në Zvërnec? Banorët dhe aktivistët akuzojnë se po përballen me një proces të dhunshëm të marrjes së territorit në favor të interesave të mëdha ekonomike, të cilat lidhen me projektin turistik në Zvërnec. Ata pretendojnë se toka është e trashëguar dhe se konfliktet e pronësisë vazhdojnë për vitesh në gjykata. Ndërkohë, raportime të ndryshme mediatike dhe investigime kanë ngritur pikpyetje mbi kompanitë dhe interesat të cilat qëndrojnë pas zhvillimit të projektit turistik në zonë. Investigimi i publikuar nga Reporter.al trajton strukturat e pronësisë dhe interesat ekonomike të lidhura me projektin në Zvërnec. Ndërkohë, një investigim i publikuar nga Reporter.al ka ngritur pikpyetje të forta mbi strukturën e kompanive dhe interesat që qëndrojnë pas projektit turistik në Zvërnec. Sipas investigimit, dokumentet e siguruara nga Birin flasin për një rrjet kompanish dhe individësh të përfshirë në konflikte pronësie, procedime penale dhe lidhje biznesi, të cilat lidhen me projektin e resortit. Investigimi përmend gjithashtu emra biznesmenësh të njohur të lidhur me zhvillimin e zonës, mes tyre edhe individ të lidhur me grupin e biznesit të Shefqet Kastratit. Kompania zhvilluese Zvërnec South Adriatic Development është e regjistruar në Holand si një trust anonim. Fijet e saj të shojnë drejt Kastrati Group. Musa Kastrati, i biri i biznesmenit Shefqet Kastrati, është identifikuar si figura kyçe i cili shoqëroi Ivanka Trump gjatë inspektimeve në zonën e mbrojtur. Dervish Dina, një person i lidhur ngushtë me Musa Kastratin përmes ortakërive të mëparshme në biznes, po vepron në terren si drejtues teknik i punimeve. Sipas Minella Balliut dhe kryeplakut Kostaq Konomi, Dina u ka kërkuar atyre heshtje mediatike në këmbim të premtimeve për takime me përfaqësuesit e projektit. Kjo tentativë për të blerë qetësinë e banorëve tregon frikën e investitorëve nga ekspozimi i origjinës së dyshimit të pronës. Ajo që po diskutohet gjërësisht në rrjetet sociale është fakti se pavarësisht për masës së ngjarjes, shumë prej mediave më të mëdha kombëtare nuk i kanë kushtuar deri tani hapësirën e cila zakonisht çdo një përplasje me dhjetra të lënduar, tensione të forta dhe pretendime për dhunë ndaj banorëve. Ky perceptim ka ushqyer akuza dhe dyshime nga protestuesit për një lloj blackouti mediatik mbi atë që po ndodh në Zvërnec. Ndërsa qeveria këngul se toka është private dhe investimi është i ligjshëm, pyetje që vijnë nga terreni mbeten pa përgjigje. Kush janë personat e maskuar? Kush mban përgjegjësi për të lënduarit? Pse nuk ka ende një reagim të plot institucional? Dhe pse një nga ngjarjet më të tensionuara të javëve të fundit po kalon mes një heshtjeje që shumë banor e konsiderojnë të pajustifikueshme? Dhe mbi të gjitha, kush do të përgjigjet për Zvërnecin?